Tani ti dëgjove pak të debatin që po vim në këtu. Dëgjova, po. Ke ndonjë mendim ose jo? Jo, këtë mendim të thjesht. Aty po debatohet sikur kur u krijua gjykata speciale, e dinin të tërë që do vazhdon të kështu si ndodhi këto 5 vjetë. Do bënte këtë gjë që beri? Po pra, do bënte këtë gjë që po bënë. Ndërkohë që s'është e vërtet. Atëre pati dhe nga ndërkombëtarët një mbështetje dhe presion për ta aprovuar, me idenë që kjo gjykat do jetë e ndershme, do jetë e kujdesme, do jetë si çdo gjykat serioze ndërkohë që ndodhi e kundërta. Ajo, profesor, doni si gjykata tona. Dhe tani themi që ata që aprovuan e kishin gabim. Rezultoi që ishte gabim, për në atë kohë ishin iderat të tjera fare. Kështu që nuk kemi si ata që kanë, ai që se kanë mbështetur Kurti, për shembull, pas ka të drejtë dhe ai që nga konsekuent. Pra dinamika, koha ka bërë të vetën, thuati. Koha ka bërë të vetën dhe tani jemi këtu ku jemi. Hajtë të vendosim qa mund të bëjmë neve për ta, qa mund të bëjë Rama se detyrojmë do të Ramën. Është dhe kjo diskutim, thotë Zoti Klosi. Kaq s'kam të them më shumë. Tani, ju keni qenë në kohën e luftën që bën Amerikanët, se pastaj UÇK-ja u krijua si rezistencë, gjithë e njohim. Mua më ndodh të rëndom të takoja këtu përgjithsisht rinte Zoti Thaçi, rinte në Tiranë shpesh. Dhe, për shembull, po të më pesh mua tani, pas kaq kohë është, që luftë drejton të Zoti Thaçi se i këtu rinte përgjithsisht, edhe të tjerë, po Zotin Thaçi unë e shikoj një voti për ditë tu. Ju ishit në një detyrë shumë të rëndësishme. Dhe shefi i shërbimit të sekret shqiptar. Ju e keni parë procesin që po zhvillohet tani në gjykatën speciale. Mund ma thoni shkurt këtë e thatë në një farë mënyrë, po a jemi përballë një padrejtësie? Dhe pastaj unë të ju një gjërat konkrete, pyetje do bëju. Ju jeni thirrur edhe për të dëshmuar në Hag. Do të pyetjen e dytë. Të parën kam këtë. Që a jemi përballë një padrejtësie kapitale? Sigurisht jemi përballë një padrejtësie. Procesi në Hagu nisi me akuza shumë të rënda, që të gjithë të dim dhe që ranë rrugës. Do të thënë ishte një proces që u nis për hatër të një vendimi që u morë në Asamblenë Europiane nga Dick Martini që e propozoi këtë vendim. Dhe Shtëpia e Verdhë që në qendrën e akuzave. Ndërkohë që pastaj rrugës kjo akuzat e mëdha ranë, dhe sot ka mbetur kjo, gati sigur po justifikohen, që bën gjithë të zhurmë 5 vjetë me radhë dhe tani kanë ngelur keq. Kanë ngelur keq? Erdhen si dëshmimtarët e mbrojtjes. Ju e dëgjuat, erdhen 2 zyrtarë amerikanë, një anglez, dhe ata thanë, kur nuk i kemi konsideruar, nuk është se njihshin ata situatën. Nuk i kemi konsideruar terrorist, nuk i kemi konsideruar njerëz që po bënin krime. Që ka ndodhur krime në Kosovë sigurisht, edhe ka ndodhur në një vend që ishte kaloi nga një sistem në një sistem tjetër, detyrën e sigurisë në atë periudhë për cilët akuzohen ata, një pjesë e madhe është kur ishte KFOR-i që vendoste, ata s'ishin në pushtet. Se dëgjova që dikush tha ishin në pushtet. Nuk ishin në pushtet ato muaj. Pse akuzat shkojnë deri në fund të 99-ës. Në qeshor hynë trupat e KFOR-it e NATO-s në Kosovë, pra janë 6 muajt e parë kur ata nuk... Kur u ngrit gjykata me fatostë. Ishin në pushtet kur u ngrit gjykata, jo kur ka ndodhur krimi. Kur u ngrit qytet, po mor ata, shiko, patën një presion goxha të madh. Nuk është se e pranuan ata vetë, por besoj me shpresën që ata dinin më mirë nga gjithë se çka kishin bërë. As Dick Martini, as të tjerë që kanë akuzuar, ata e dinin më mirë dhe gjersa e aprovuan këtë gjykat, do të thënë besonin që ata nuk do ishin objekti kësaj gjykate. Dhe nuk do vinte gjithë këtu puna sa të qëndronin 5 vjetë brenda. Ja do të shohim se kanë premtuar që në dhjetor procesi do mbyllet. Dhe do jepet edhe pretenca e prokurorisë dhe vendimi gjykatës. Gjithë tani janë prokurorët që kanë vendosur.
Gjykatësit vetëm i kanë mbajtur brenda ata. Nuk janë prononcuar dhe s'mund prononcohen. Por, unë kam besim që gjykatat do përfundojnë në një hiç. Pse? Se vërtet po akuzohen, pse s'qenë në gjendje të kontrollonin ushtrin që unë do t'a quaja partizane, se shqiptarët më kollaje kanë të besojnë të termi partizan, pse s'qenë në gjendje që të kontrollojnë, të disiplinonin ushtarët e tyre që të mos ndodhin gjërat në Kosovë. E para duhet vërtetuar që janë ata autorët. Dhe e dyta, dhe sigur të ketë ushtarë që me armën që kishin në dorë, kanë shfrytzuar rastin për të marrë në haker në një gjë e tillë, nuk është fenomen ky që të trajtohet në një gjykatë, sidomos me 4 njerëz që sigurisht vetë nuk kanë tërhequr këmbën. Ata më mirë nga neve dhe nga të gjithë ata e dinin që Kosova kishte hyrë në rrugën e pavarësisë. Kur hyn trupat e NATO-s, kjo u bë fakt pastaj. Dhe është pa kuptim që të mendosh që ata e dinin që do ishin të rëndësishëm. Dhe është pa kuptim të mendosh që ata, kanë dhënë urdhra ose s'kanë marrë masa që të mos ndodhin krime në Kosovë. Prandaj kanë miratuar këtë gjë. Unë e di se kam biseduar me shumë prej tyre dhe gjatë asaj periudhe. Tani nuk besoj se sot u diskutua edhe ideja që pas ka vajtur Rama me helikopterën të tashore. Edhe Rama mund të ketë thënë, ore, votojeni. Po nuk është se ata votuan se i tha Rama. Se parlamenti i Kosovës kishte 100 deputet. 100 deputet. 100 deputet. Rama mund të influencon të këtë 2-3 kryesorët. Në qoftë se të thaqi më shumë, se ata tjerët nuk është se e kishin në i merak. Zoti Klosi, juve ju kanë thirrur për dëshmuar në Hag. Jo, nuk më kanë thirrur. Nuk kanë thirrur? Unë kanë ardhur këtu kur filloi procesi 2 ekipe të mbrojtjes. Njëri Hashim Thaçit dhe njëri se unë i threm Luli gjithmonë i Kadris. Kadri Veseli. Po. Kadri Veselit. I Kadri Veselit, pra. Dhe unë bisedova me ta. Se ishit homologe. Ishit njëtin punë. E pra, unë bisedova gjëre gjatë me ta. Dhe ju thash gjithë shka dhja unë. Ju përgjigja pyetjeve të tyre. Nuk po them që e mora fjallën unë. Dhe në fund më thanë, në qoftë se do të shohim nevojshme që të vish dhe ti, për ne e quajmë që tani, po të shikojmë si do rrjedh procesi. A do vije? Po, do vije, thash, po ju them, këto që ju thash juve, do them dhe atje. Në qoftë se ju mendoni që këto ndihmojnë në mbrojtje, unë vi me gjithë qef. Edhe kështu e lam. Tani më thonë, jo, nuk kam biseduar me ta, po njerëz që janë ma afër tyre, që në qoftë se s'të kanë thirrur gjërë tani, me shumë probabilitet e kam quajtur pa nevojshme që të shkoje. Që të shkoj unë. Kaq. Kuptoj. Po tani ti më shumë që e ke parë Thaçin këtu edhe këta tjerë, se këtu rinin këta. Jo, nuk rinin këtu. Shiko, Thaçi vinte shpesh, po jo se rinin këtu. Unë gjithmonë. Para Rambujes asnjëherë. Në kohën e luftës më burr. Para Rambujes asnjëherë. Ore jene vetë ti se tani e kanë parë unë. Shiko, Rambujeja shkurti. Po pra. Shkurti 99-ës. Është vonë. Është vonë Rambujeja më. Është, po, Po them para Rambujes. Se ke para. kanë ardhur dhe para Rambujes, po nuk kanë takuar as gazetar. Ore se ke takuar ti, po jo më unë nuk shkruajnë gjë edhe kështu. Shiko, Më kanë të me që më pyetet të përgjigjem unë. përgjigju. Pra, Përgjigju. ata kanë ardhur. Para Rambujes, Thaçi nuk ishte një personazh që Gjeti foto për e në farë mënyre e mori Po pozicionin pres, po ta dëgjojmë pra tani dhe pastaj ndryni. Ndryni dhe thuajni ati. Hajde. Jo, më jo e pranoj unë nuk... Ore ti nuk e tak me. Thaçi ka ardhur dhe për që para. ka ardhur, po se i them, po ta thoti zoti i punës, që ka Por- ardhur, dhe e di dhe unë që ka ardhur, te po bisedojmë ishte bëm gabim, fakt se vazhdo. Mbas Rambujes, ai ka ardhur zyrtarisht pastaj. Ka takuar, vinte takonte dhe Fatosnanon, mbas Fatosnanon shkonte te Berisha. Pra, ai mori atë pozitë që pastaj e vazhdoi dhe përfundoi në kryeministër dhe president mbas Rambujes. Ndoshta.
Vizitat para Rambujes nuk ishin vizita zyrtare. Qartë. Tani kjo protesta, profesor, ç'mendon ti do mbahet nesër në Tiranë? Unë Ndihmon thua jo. nuk besoj se ndihmon në procesin gjyqësor, do ishte... Por ajo tregon që opinioni publik shqiptar, i gjithë kombit shqiptar, është kundra qëndrimit që po mbahet ndaj tyre. Sigurisht. Dhe kaq, do të thënë, nëse një popull i tërë, varet sa shumë do vinë, po një pjesë e mirë e popull, se dëshirë që të vinin kanë shumë, me siguri, po as nga Shqipëria, as nga Kosova nuk do vinë gjithë ata që mendojnë se duhet të ardhur. Pra, nëse është ky opinion, ky popull i njeh ato njerëz, natyrisht ka dëgjuar edhe për të vërteta dhe për të pavërteta, më the tash, dhënia e opinionit të kombit shqiptar është e rëndësishme në parim. Për të treguar se ç'mendojnë njerëzit, jo për të influencuar mbi gjykatën.